Mirë mbrëma, shikues të nderuar, jemi edhe në një u kënaqshëm të kënos siç do të shtune, por kësaj radhe nuk do të jemi vetëm në studio. Do jemi edhe në studio të improvizuar diku larg Kosovës. Jemi në Augsburg të Gjermanisë, te klubi futbollistik FC Alba. Atje festuam pavarësinë e Kosovës. Ishte një atmosferë gjigante. Ty ju falenderoj gjithmonë shqiptarëve të cilët jetojnë dhe veprojnë atje. Faleminderit shumë që ishi aq numër i madh. Ishim edhe në Mannheim, por këtë emision ja dedikum tamam Augsburgut. Do t'i shohim disa pamje nga koncerti që ishte aty. Por, unë du të falenderoj atë që kujdeset për mua, butikën Majsut, që kujdeset gjithmonë për dukjen time. Por, du t'a falenderoj edhe pronarin e hotelit gjigant që është në Ludwigshafen. Pra, zotri Arjan Berishën, bashkë me stafin e ti, pronarin e hotelit Rhein City. Faleminderit shumë për mikëpritjen bujare. Respekt për ty. Por, shikues të nderuar, ju njoftoj se me 7 mars, do jemi te Villa Natyra për ditën e mësuesit. Për ditën e mësuesit, me 7 mars, do jemi në Villa Natyra. Gjithashtu, për ju, zonja dhe zonjusha të nderuara, ju njoftojmë se me datën 8 mars, për ditën e gruas, do jemi prap në Villa Natyr. Por, këto 2 mramje, për hir të Ramazanit, ne do të fillojmë prej orës 8, ndërsa jo që jeni në shtëpi mos hani shumë iftar, se është një darkë gjigante. Ju mirëpresim në Villa Natyr, në kilometrin e 10 Prishtinë-Podujev. Mirë se vini. Shikues të nderuar, para se të ndohemi prej këtu, unë du t'ju njoftoj se atje tash do të na pret nënkryetari i FC Albës, pra zotri Nexhmi Sokoli. Na ndiqni. Por, ju njoftoj se këtu me mua sonte është një këngëtar i cili vjen nga Zvicra. Ka ardhur enkas për emisionin ton. Ne do ikim në Zvicër, jo po në Gjermani, e nga Zvicra do vjen një mik i imi i dashur. Ju do të shihni më vonë kush është. Faleminderit shumë. Sonte me mua edhe me juve bashkë, Nexhmi Sokoli. Faleminderit. Mirë mbrëma, Nexhi. Mirë mbrëma. Po drejtohem me Nexhi për arsye se jemi miq. Edhe unë juve moni, shumë faleminderit që keni gjetë kohë, keni ardhur na respektoni neve si shoqat këtu. Mos ka të qinë orë për porën. Jo, rregullim. Okej, vesh çto. Mirë se keni ardhur spari. Faleminderit Ju shumë. dëshirojmë juve që keni edhe misionin të kënaq më kënaq. Sigurisht se po. Edhe do të kënaqemi sonte, kem derin sonte të kem prezent edhe kryetaren e Augsburgut. Kem nderin të prezentojmë edhe shumë afarista që na përkrahin dhe na ndihmojnë. Edhe kështu që besoj që do të kalojmë sa më mirë. Ju bashkarisht, do me thonë me afarista, me kryetar, me nënkryetar, me të gjithë, keni vendosur që sonte të është gonja dhe probendi në festën e pavarësisë Kosovës. Kemi kënaqësi. Atëre, apo më tregon veç pak ti mu kështu FC Alba, ekip futbolli, a marrani shtëpia jo vlla, veç luni futbolla, ç'a bëni? Na kena shumë firma që marrojnë shtëpia, edhe ndërta jam edhe vet, po FC Alba, FC Alba. Shikues ndërua nuk e kom ditë që marrën shtëpia Nexhi, po rastisht muhabet edhe po shihet që ta marrojnë shtëpia. Po FC Alba është një klub futbollistik, ka filluar si klub futbollistik 2014, edhe ndërkohë duke e parë kërkesën e shumë bashkëdhëtarëve këtu, duke zgjeruar shoqëria, kemi filluar me grupin kulturor, me forum të grave, edhe kemi avancuar që kemi një numër shumë të madh. Vetëm një thënie po ta them prej zëdhënëses kryetares të Augsburgut, tha kemi menduar që FC Alba është një klub i vogël me 2-3 ekipe të futbollit. Po tha nuk e kemi ditë, tha që ju e kishni një komunitet gjanë, edhe ishi të marrë me shumë senet mira, si që janë rinia, integrimi dhe bashkëpunimi i ndërsjelljes gjithë komunitetit këtu. Faleminderit shumë. Atëre, shikues nderuar, kjo është prej fushës Gjelbërt deri në pallate. Po pra, kur dojnë shqiptarë të punojnë, ma letë s'ka.
Kështu që neve si probend edhe si gana, edhe prej emisionit të knaq, i përshëndesim krejt shqiptarët, kudo që janë në Gjermani, në Evropë, në Amerikë, kudo që janë, që t'jenë model të marrin FC Albën. Ju lusë, merreni model FC Albën. Kështu do të punojnë shqiptarët. Une i drejtohem të gjithë atyre që janë në gurbet, pa juve mos në losh zotin eqë. Edhe pa juve, se mos të ishit ju më në fripzu edhe prej poshtit, edhe ka kemi ardhe dhe ne vetë, nuk do t'ja dilshim se na kem roj, kem tradita, edhe miqasia... Mos t'ishi ju me në i pru drut, me i blit drut, në ati me në pru parët në ishi mërdhi. Besoj që do t'ja dilshi edhe pa njëve. Po sigurisht shqiptarët ja dalin kur do që janë, pra. Ne, faleminderit shumë për të fjallë të mira, për të fjallë të mira që i the për gjithë shqiptarët ku do që janë. Unë të falemderoj shumë ty si nën kryetari shoqatës që ditët bashkarisht të frymëzoni rinin, që mos të bojnë, unë s'du t'i quj gabime se kemi shumë raste të martesave me komunitetet tjera, por ju ditët t'i ruajt gjithmonë rinin tonë prej fushës Gjelbërt, e deri në diskotek, e deri në mramje, e deri të vim të martesa, të martuat agimi me Nafijen, Vjollca me Leonin, apo me Hansin, qysh pe bojmë? Ja, vetëm me emra Arbresh. Arbresh. Atër Hansit pjanë qesi me emrin Gjafera, pranon? Heç o problem. Apo, a? Veç mos jetë Müller. Një kryetar i tillë si Hakigashi është i pazaventueshëm, personi që më tha, unë nuk du tha dalë në televizion, unë du të punoj. Edhe e qoj për vësusin e vetë. Edhe komandanti kër i ka ushtarët e virë. Sigurisht, atëre Hakit përshëndesim shumë kryetari jam i dashur. Edhe pse jemi miq në jetën private, këtu du të përshëndes zyrtarisht për emisionit, u kënaqem të kënaq. Faleminderit Rujt Zoti për këtë punën që ke bo. Unë desha vetëm që uroj gjithëve, edhe njerë, shqiptarëve ku jem, ne si gjenerat, kem pas fatin që të jem gjenerata me hjeka, me maltretime, me Zgudzojna me mendu. Zgudzojme me mendu andejheq. Son të të flasim për qef. Tash edhe përjetojmë gëzimet e liris, pavarësis, urime popull, urime shqiptaria, ku do që jeni, edhe vetëm të bashkuar do t'ja dalim çdo gjëje kem ku t'jem. Me gjithë faleminderit shumë. Sonte do të bëjmë qef. Faleminderit shumë për këtë kohë. Unë të përshëndes ty, miku im i dashur. Suksese. Punë të mbarë. Faleminderit. Shifemi. Faleminderit nën kryetarin nderuar, faleminderit për mikpritjen që na keni bë. Shikues nderuar, ju thash në fillim të emisionit që sonte këtu në studio e kam një mik timin. E ky është Fidaim Aliu nga Podjeva i Rom në Zvicër. Mirëmbrëma Fidaim. Mirëmbrëma i nderuar. Faleminderit shumë që je sonte këtu me neve. Faleminderit edhe për ftesën që na keni bë. Me kënaqësi kemi ardhur. Qore, nuk është bash lehtë, shikues nderuar, më orë prej Zvicrës pa një qëllim caktuar, po e kanë gjetë vendin ku po kënaqem bashkë, kështu që s'ke pritur sigurisht me orë në emisionin tonë kënaqem të kënaqem. Absolutisht, moni që thep nosmeni. Faleminderit shumë. Kisha pas shumë qef me t'i bojnë janë një kallavllak pyetje, po fillimisht nuk po du me t'bo pyetje, fillimisht kisha pas dëshirë për mua dhe për gjithë publikun që të na pa, një kongë të ndëgjojmë prej teje, e ma mrapa do të vazhdojmë me muhabet. Absolutisht, pa pretesë. Që ku ndëruar, Fidaim Aliu me ushtrinë e vetë. Edhe dhe në harin e përshëndes të që e kom. Edhe Valdetin pa tjetër. O, si kur sote vaj me në mi, o, një natë vere shumë të nëzet, o, pa të në shumë i safir, o, me për cjell, o, me për cjell, o, për o kurbet. O patë në shumë i safir, o me më për cjell, o me më për
përcjell, o pero kur mbe. Shumë o mërzi Anona lëtës mujti o me e majt O i plasën vajt O i plasën vajt O si kur shi Nona lëtës mujti o me e majt O i plasën vajt O i plasën vajt O si kur shi Shparen, of vitamin, sin pashotum rritën. A gurbeta ti bretal shparen, of vitamin, sin pashotum rritën. Faleminderit shumë. Fidem, të lumt zoni, pse dhe përzgjedhe këtë kongë me Knut Parë, na bën me ditë? E përzgjedha këtë kongë sepse faktikisht unë jam gurbetçar dhe nuk ka gurbetçar që zvun para dhe. Sigurisht. Edhe desha të përshëndes këtë gurbetçarët, edhe inshallah çdo herë janë mirë, edhe ata, edhe ju, se pa juve s'bën, po edhe pa neve s'bën. Unë sart jam në koncerte në Gurbet, jashtë Kosovës, gjithë thonë mos na losh zoti pa juve. Shumë fjalë me vend. Gjithë e përdorin të shprehje se e di e kom përjetu. Respekt për ti. Pjesën kur s'kemi pasë, kur na keni ndihmue, kur na ndihmojnë e gjithë. Shumë mirë moni. Fidajem, jeton në mesin e një familje që jeni muzikanta krejt. Po. A bo me ditë, boba e nona aknujnë? Boba e nona, faktikisht, babaj që e ka pas marak muzikën. Po. Edhe nona ka knu si defatore ka qenë. Po. Po, që shënë thmini, kur është martu kalon bane. Se kalon boba, gara. Se kalon boba. Pi gjelëzis, duar të kitje për bobën. Fidajem, shumë vjetë në Gurbet të kanë bo. Se sa vjetë në Gurbet? Që 27. Që 27. Po so i ki vlotë 25 krejt, po dukesh. 30. Aja, e shku atëre kur i na i dvogën. I vëgën i mdoni. Mirë, a ma mirë atja këtu? Qëre njeriu ku ta përzgjedh venin edhe ku ta taptohet, që të është mirë për to. Po faktikisht është, apet së është veni jonë është Gurbet. është Gurbet, po une disa shqiptarë që këmë taku në Gurbet, i këmë po si është bo si Kosovë dhe atje, lagje këmë po të shqiptarëve. Me fjallë me vend, që ashtë është. Dhe me thonë kështu që, po kjo shpreja jonë, a ma mirë këto atje, edhe kur jarë, so kemi nejtë. Për këtë je morë, po tash nuk e di so me nejtë, bo kina 3-4 ditë. Si shpejt e shpejt, unë e marrë më një ekstra për juve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Unë do respektën juve shumë, që të mos në Astritin. Faleminderit edhe për Astritit, Astrit është tonë mjeshtri i emisionit tonë, Astrit Alimi, të dua. Kështu që faleminderit edhe për Astritit që na ka mundësu neve kontaktin me ty. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti që jarë. Respekt. Atë ka bo Gurbeti, Fidajem, të famshëm atë fort. Vetëm ka bo ma shumë të fort. Se të famshëm nëse punojmë bohëm. Po nëse s'punojmë s'bohëm, a? Po normal bre, mendoj që ashtu s'po di. Po e do, o Fidajem, me një storjet vogël, po bohen
viral mrena notës dhe po buen të famshëm. Qa kime thonë për këta? Po tash gjithë kush i ka të frimat e veta. Gjithë kush s'ponan, faktikisht edhe ka, kush s'ponan. A vëden. Një pyetje me ta bo. Smoj që i ka së ndërejnë atë kur gjë. A vëden. Qëre fatmirësisht, se kështë të thonë fatkeqësisht, fatmirësisht se cilët ja shkruan Zoti çka me bo edhe ku me funksionu. Këta djemë që janë ekip këtu sonte. Po, unë ves një fjallë, ves një fjallë. Po, s'ka problem. Ves një fjallë, e kam ajtë që është talent, edhe e zëton qatë karrikë që e ka, qatë profesion që e ka. Zoti çdo herë ja dhashtë. Ajtë që nuk e zëton atë karrikë, nuk din për atë lami, ato ma shpejt ma mirë me hikë Zoti, sepse është problemi që i merë qofë njerëzit. Unë e mendoj që ashtu i rrenë njerëzit. Qëre, se cilë e ka rrugën e vetë edhe derën e vetë. Po, absolut. Më mundu t'jemi profesionalista, kish me qenë ma mirë. Jo, çdo kënë e ka lejë Zoti për diçka. Sigurisht që po. Për çata po thomë unë, se t'ja po mëtan, në më thonë. Po, shumë mirë. E zëton karrikën në rregulli. Se zëton në sheja veni dikuj që e zëton. Edhe ecë edhe shteti përpara, ecën gjitha përpara. Patjetër. Këta djemë që janë këtu sonte me ty. Po. Venorin e di që ki vlla. Po. Ki djallin, a ka mundësimi na i prezentu? Leonin. Po. Leoni është një djallë shumë i mirë, saksofonist pej matrive, që ka talë talent të më thonë. Kjo është edhe djalli i miku tonë. Po, që ata të ishtë anë Xhavet Hajdarit, si ne përshëndes prej këtu. Po, që është. E ky djalli që ma ka marrë mu zanatin? Ajo është djalli i motrës shoqës. Djalli i motrës grus tonë. Do më familjarizëm. S'ko është të si i familjarizmit. Mirë, e pse? Jo është talent. Talent, sigurisht që po. Mos me kom talent për Zotin, unë e fola pak më herët. Po, sigurisht. Pse Fidajem nuk e ke bo komplet ekipën me vllazni tu, po pelen Valdetin me shkuati me Afrimu Qiqin? Po, ka pas fatën Afrimi, ka marrë edhe... Ka pas fatën Afrimi që ka marrë Valdetin. Po, sigurisht që po edhe në pajtuna me ty. Qashtë është. Po, një përshëndetje edhe për Valdetin. Valdeti është një sintest, është mjeshtër, është shok i jemi. Në duart rëkiti, unë s'kësha pritue. Për Afrimin a për Valdetin? Për Valdetin. Për Afrimi së të mos gjithsese, se Unë për Afrimin. Afrimi është i madhë. Fidajem, a ke mendu mu këthy dhe me jetu në Kosovë? Mendimet kur nuk shkputën. Mendoj që 80% shqiptarëve mendojnë mu këthyje. Po sa realizohet 20 A mos po këthyje tas një, dhe po shkojnë edhe do për këtu. Pako problema, po kuptan. Po qëre, tash realisht me foli janë shumë faktorë se shkojnë njerëzit. Mija mas pari. S'kisha dosht me mu kyqë në këtë pjesë. Ti jetonë me bashkërtën tonë, me fëmijë tu me atje. Me fëmijë, pa. Sa me ndonë që jenë gratë e fuqishme në gurbet? Ma të fuqishme se këtu janë. Ma të fuqishme se këtu. Atërë që kusë ndëruar, me këtë fjallë të Fidajimit, do të kalojmë në pjesën tjetër të intervistës, të skenës tonë të improvizuar në Augsburg të FC Alba. Tani, do të shifni intervistën që e kom bo me të ndëruarën kryetarën e forumit gruas të FC Alba, Shqipe Jusufin. Sonte me neve është edhe kryetare e forumit gruas të FC Alba, zonja Shqipe Jusufi. Shqipe, të lutem, më tregoti mu, a ka qenë vështirë prej fushës Gjelbërt të më rini deri në këtë situatë ku gjendeni sot ju me shumë djemë të martuar, e vajza, e të shkollume, edhe shumë ahengje edhe mramje të organizume për juve. Moni fillimisht faleminderit shumë që je prezent në këtë ditë kaq të vlefshme për ne si kom shqiptar që mërgojmë në Gjermani, pikërisht në Augsburg. Faleminderit shumë për ne, sot është një ditë shumë e veçantë, kështu që nuk kemi gabuar që kemi thirrë edhe musafir vetëmtar tonë Simonin dhe Gonën. Faleminderit pas pari. Si është edhe jonja. Patjetër. Nuk ka qenë vështirë, thënë të drejtën, sepse kemi pasur mjaft përkraje, kemi, vazhdojmë me pas, kështu që nështë themi prej një ekipi futbolli, prej një fushë të formohet edhe kultura, të formohet edhe forumi gruas, por dikon ndoshta nuk është edhe aq e lehtë. Por mos është e lehtë, por mos kish me qenë e lehtë, po duke të po femra shqiptare. Të po ty me këtë fuqi dhe me këtë energji, po ma e përshtypjen. Faleminderit. Si femra shqiptare kemi dashur çdo herë ta tregojmë veten edhe pse jetojmë jashtë vendit tonë, jashtë vendlindjes tonë.
ta fuqizojmë gjithmonë gruan pa marrë parasysh se në cilin vend jeton dhe ku jeton. Kështu që jemi një grup shumë i mirë, jemi femra shumë të zojat, kemi një kryesi shumë të bukur që vërtet ja vlen për secilin të flasim, po nëse është edhe misioni, minutazha nuk është e mjaftueshme, kështu që Për juve ka minuta sa doni se me të vërtet ja vlen për atë arsye dhe ne si probende, si gane, prej emisionit të kënaqshëm të kënaqsh, në momentin kur kemi marrë ofertën me qenë në mbrëmjen për të festuar bashkë pavarësinë e Kosovës, na kemi vendosur të bëjmë një pjesë të emisionit edhe këtu me juve. Do shta me ditë që sa vite është formu shoqata e gruas tu në FC Alba? do të shoqata e gruas e kemi fjalën, forumi gruas. Forumi gruas është formuar që 3 vite. Jemi 6 persona si anëtare, 6 femra ti quaj kështu. Edhe kemi vazhduar do të çdo herë me punën, është një punë duhet shumë bukur, edhe jemi shumë të kënaqur apo çka është më e bukur që kemi mjaftueshëm dhe kemi shumë gra që janë krahun ton dhe na ndihmojnë që na ta kemi më lehtë për çdo aktivitet që ne organizojmë. A i keni mësu fëmin jo me këty gjermanisht, apo këthin dhe shqip, o valzojnë? Jo, fëmija flasin shqip shumë bukur edhe valzojnë edhe shqip valzojnë, po mos t'i loj manash, edhe gjermanishtja ka pak. Faleminderit shumë, zonja Shqipe, unë të përgëzoj për punën që e banë, të rujtë zoti fëmin edhe familjen. Faleminderit. Ndjekim intervistën me mikun ton, kryetarin e kulturës. Sami Kuqi sonte me neve këtu, Sami, faleminderit shumë që je këtë pjesë e muhabetit ton. A mendon që kanë shqiptarët kulturë, vëlla, jo veç këtu, po në këtë botën të regom ti mu? Një faleminderit për respektin, se pikërisht e zgjedhë edhe FC Albën për këtë emision kaq të bukur. Faleminderit shumë. Ne njihemi edhe si mish në bazë Shumë rrethona. për të pas parasysh vetë fakti se i testimit të shumë bashkëtarë këtu që jetojnë, shihet edhe pikërisht sot në këtë manifestim me sheku që e kena prit, i kemi dikun për 500-600 vetë, në këtë koncertin që do të kryojmë në sonte. Kënjoni jeni të ftuar edhe vetë. Tu pas parasysh se FC Alba qysh në themelimin 2014 me futboll që shfillum, vetë fakti se u rritën fëmijët edhe e shishim se diçka po kërkohet. Po, sigurisht. Edhe pikërisht në vitin 2017 u themelu edhe dega e kulturës. Kjo pak a shumë mi tërhek fëmijët nga rruga, mi jep pak kulturë, se vetë fakti se secili na kemi tradit, po pa marrë parasysh se fëmijët janë të lindur këtu 80% se janë pjesë e vallëtarëve. Kur ta bëna pyetjen në fillim thash, a mendon që jemi na me kulturë, mos i kemi dhënë na kulturë gjermanëve për disa sende? Po, vetë fakti se jemi shumë nga lashtësia Pellazo i Lire, edhe kultura nuk mungon. Jo balkoni, po kultura nuk na mungon. Faleminderit për këtë korrigjim. Sigurisht, tamam puna jo më ne do të bëjmë se emisioni jonë lejon të bëjmë muhabet si të shtëpia sa me. Për ata dhe titullin e ka u kënaqem të kënaq. Na çdo bisedë që të bëjmë, do të bëjmë në atë mënyrë që të kënaqemi edhe na këtu, edhe ata që na shohin aty tu pi çaj të shtëpia. Sami, sa ka qenë vështirë me ftu, me i bashku gjithë këta antarë që i keni ju, gjithë këta tash është edhe një gjohë shumë interesant, se koncertet është hera 3 që jemi ne të ju, edhe ka qenë e jashtëzakonshme mbrëmjet, edhe ka qenë jashtëzakonisht mbush njerëz. Të pas parasysh se në FC Alba ka shumë njerëz devotshëm, si nga ana e shpenzërimit, si nga ana e antarësisë, ka shumë njerëz punëtor e është kon pak më lehtë. Të pas parasysh se edhe fëmijët tanë rriten edhe na japin një ndihmë si nga futbolli, sporti, ka tash të pej themelimit, të pas parasysh tash pej themelimit kanë kaluar disa vite, janë na kanë bërë pikërisht fëmijët që kanë qenë të vegjël atë janë futbollista në ekipet tona. Dhe kuj si shko futbolli ka degën e kulturës. Po edhe nga ona tjetër e kemi edhe forumin e gruas tashti. Edhe domthon FC Alba është na jemi këtu në thirrët Bajeni është shumë një republikë e madhe, po këtu Augsburg Schwaben, thirrët janë dikun në qytete pak më të vogla, ku Augsburg është kryeqyteti i Schwaben.
tjerë. Janë dikun 50 qytete, 7, e këtu jemi na, disi nga komuniteti shqiptar jemi pak ma fuqi. E poshtë, tu kishtë edhe kryetorja e qytetit këtu. Vetë fakti, pikrisht dashta mund dalë, vetë fakti se edhe kryetarja është pikrisht sot të ne, është diçka një lloj respekti, i ndërsjell, se kena punu do të thotë për këtë drejtim. Si nga ona kulturore, nga sportive dhe nga gjitha. Unë i shoh konën sportokulturore në të gjitha, si sporti, futbolli, si kultura, vallëzimi, forumi i gruas, të gjitha i kemi na i plotësojmë të gjitha kapacitetet për një komunitet të cilën ne e drejtojmë këtu. Ishte kënaqësi me qenë sot mesin e juve, të njoh një prej djemve shumë organizativ, shumë energjik, kështu që mos porim e mirë që të kom dost, tani tjera të sende i bujmë. Shumë faleminderit edhe një herë për gëzoj, për këto fjalë shumë të bukura, edhe takohemi në takime tjera tonë të ardhshme. Na sonte këtu do të kallim me muzikë bashkë, unë e ti kena me kësy shotën. Si gjithë. Faleminderit. Faleminderit Sami, është kënaqësi. Shikus ndëruar e pat edhe mikun tim, zotri Samion, me punën e palodhshme që e bën. Ai bashk me vajzën e vet që e ka koreografe në këtë institucion ta quajnë e kështu se me të vërtet ishte madhështore koncerti. Këtu du ta falenderoj dhe ta përshëndes edhe koreografen Faljeta Kuqin, e cila e bënte një punë të mrekullueshme, të cilës edhe kryetarja e Augsburgut i dhuroj lule. Faleminderit shumë Sami për një vajzë që ke bërë të tillë. E jemi kthy prapë këtu në studio të emisionit ton me Fidaim Jaronin. Unë kështu i quaj të gjithë kolegët e mi që i kam për arsye se kam respekt për të gjithë. E sidomos në këtë rast sonte për Fidaimin që s'ka pritu me ardhë prej Zvicrës këtu në emisionin ton. Fidaim, çka do që të flasim unë edhe ti? Unë e pak ja kom nis tash me fol më shumë, po ti çfarë do që të folësh? Vesh kam me thonë njerëzit çukna. Ç'është? Se të njohin si këngëtar. Kështu që skena për Fidaim Aliun me ushtrinë e vet. Luj si ka luj, sa të shmojnë ata joten, luj si ka luj. Kur të vidhen ata imen, atëherë unë do të luj. Kur të vidhen ata imen, atëherë unë do të luj. Luj me mua luj, mos unë dalas pak, do të mërmoj se me tonen, pak o nga pak. Luj me mua luj, mos unë dalas pak, do të mërmoj se me tonen, pak o nga pak. Luj si ka luj, sot e shmojnë ata joten, luj si ka luj. Bon me doret, bon me syt, edhe me fjallë shumë. Bon me dore, bon me syt, edhe me fjallë shumë. Luj me mua luj, mos unë dalas pak, do të mërmoj zeme tone, pak o nga pak. Luj me mua luj, mos unë dalas pak, do të mërmoj zeme tone, pak o nga pak. Të ndëruar shikus, pas një atmosferë të mrekullueshme që na e buni
Fidaimi bashkë me ekipën e vetë, na do të themi prap në Augsburg. Do të flasim me kryetaren e Augsburgut, zonjën Weber. Kisha dash me të përshëndet shumë unë në emrin tim dhe për emisionit tem u kënaqem të kënaqem Kosovë. Möchte Sie gerne begrüßen von ihm selber aus und seinem Sender sozusagen Oknacim to Knorch. Das heißt, mehr oder weniger, wir haben Spaß daran, Spaß zu haben. Okay. Genau. Atëre, si e ndin vetën kur jenë mesin e shqiptarëve? Wie fühlen Sie sich unter uns Albanern sozusagen? Për mua është një nder i madh që sot të jem këtu dhe të festoj ditën e pavarësisë. Shqiptarët janë një komunitet i fortë në Augsburg. Ata vijnë re dhe ndihen në çdo cep të qytetit. Janë njerëz që angazhohen jashtëzakonisht shumë. Vërehet se ata marrin përgjegjësi në qytet dhe mbi të gjitha i shfrytëzojnë mundësitë që u janë dhënë. Gjithmonë prekem shumë kur e ndjej këtë mirënjohje. Atëre, doshta me ditë apo ja u kthejmë derën pak juve si komunitet gjerman masi hymnin e bënëm të parin të juve. Fragt grundsätzlich, ob wir als albanische Community ihnen die Ehre zurückgegeben haben, wie sie uns die Ehre geben, dass wir die Hymne, also die deutsche Hymne als allererstes gespielt haben. Po, pa dyshim, që më ka prekur shumë fakti që festimet i filluam me himnin kombëtar gjerman. Mendoj se kjo tregon shumë qartë ndjenjen e fortë të dheut që shqiptarët kanë këtu në Augsburg. Besoj se tashmë jemi bërë si një familje. Për më tepër, shumë prej tyre kanë sjell fëmijët e tyre këtu, kanë krijuar familje, kanë themeluar biznese, kanë themeluar FC Alba Augsburg me të gjitha organizatat e tij, nga forumi i grave deri te klubi futbollit. Kjo jetë kulturore, kjo jetë sportive, kjo sjellje e identitetit, e gjuhës dhe ushqimit, të gjitha këto janë gjëra që pasurojnë jashtëzakonisht shumë Augsburg. A mendon që djemt e FC Albës si futbollista një ditë do të përpasojnë Gjermaninë në kampionat botëror? Seine Frage ist, denken Sie persönlich, dass die Fußballmannschaft des FC Albas vielleicht sogar irgendwann mal in der nationalen deutschen Mannschaft spielen könnte? Asnjëherë nuk dihet se ku mund të zbulohet një talent. Prandaj, kush e di, ndoshta FC Alba Augsburg është shkolla më e mirë e talenteve në Unë si Augsburg. shqiptar, bashkë me bashkëdhetorët e mi, të përshëndes dhe të falenderoj shumë që ishmi bashkë. Dankeschön. Zoti të ruaj. Grüßen Sie und danken sehr, dass Sie da sind. Dankeschön. E pra shikos ndëruar, jemi këthi prapë në studio. U metëm të shku të ardhë, po s'ka lidhe atmosfera, po më duket, veç sa po vjene po rritet. Fidajem, e ndëgjum e pom kryetaren e Augsburgut, e qytetit Augsburgut. Qa mendon ti komunitetit zvistran? Qa mendon për shqiptarët? Si vlerësoni ju atje? Pas në Gjermani, ajo e pom që a tha vetë, po komunitetit zvistran. Respekt për atë shoqat, respekt për ta, edhe faktikisht për momentin shqiptarët janë gjiganta në Zvicër. Gjiganta. Gjiganta janë. Meriton duar të ditje. E, kur jemi këtu të gjigantat që janë Zvicër, edhe Gjermania, edhe Zvicra, edhe Amerika, është e mbushur me gjiganta shqiptar. Si nga ona e burrave, si nga ona e grave. Unë këtu e kam një simbol, që ku së ndëruar. Për këtë simbol, do flas tash në pjesën tjetër në Augsburg, në atë mbrëmjen gjigante, në ndiqni. Atëre, ju thash që do të tregoj diçka për këtë simbol të bukur. Prej, ka, çka, qysh, do të tregoj e nderuara sonte zonja Naxhie. Faleminderit Moni, ju përshëndes juve dhe televizionin e ju i Tugalgjini. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që keni ardhur në këtë festë sot. Special për emisionin të kënash, mu kënash këtu me ju e bashkë. Gjithsesi, urime gjithë shqiptarëve pavarësinë e Kosovës dhe ju falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj. Ju nuk jeni për herë të parë. Jo, e vërtet. Na keni vizituar edhe herave të tjera. Po më intereson këtu që jemi të i po këtu na. Qëka janë këtu, a muj me ditë unë pak?
Po, si forum i gruas, ne kemi bashkëpunime të ndërtjera me organizata jo qeveritare në Kosovë atje, edhe mundohemi që të mbështesim gratë në Kosovë. Qendra për të drejtat e grave të dhunuara seksualisht në luftën e fundit në Kosovë nga forcat serbe. Ne mundohemi të paktën të mbështesim ato, të forcojmë që të ecin edhe ato përpara. Mbështetjen tonë maksimale. Unë sot do të blej këto, do të blej këto, po? Unë do të blej këto të qëj grus të emë, bashkëshortës time, në solidarizim të krejt atyre që mendojnë që ato gra kanë qenë një prej sakrificave të popullit tonë. Ju falenderoj shumë, edhe është kënaqësi me qenë mesin e ju. Shumë falenderoj edhe nga ne. Punojmë për gjithë shqiptarët. U kënaqëm, U kënaqëm. Atëherë shikun nderuar, nga fusha e gjelbërt, e klubit FC Alba, deri te kultura, deri te shoqatat humanitare, deri te ndërtimit, deri te martesat, gjithçka rrjedh prej fushës së gjelbërt të FC Albës. Por ai që kujdeset në fushë, çfarë të bëjmë? Është trajneri. Sonte Ermani, trajneri majni i mucitatorave, i cili bashkëmer ekipën e FC-Albës, kanë bërë tonë këtë grandje, tonë këtë organizim. Faleminderit shumë për punën e panosshme që e bën. Faleminderit e juve që keni ardhur. Jemi shumë krenar. Ju uroj edhe Kosovës dhe Shqipërisë gjithmonë mos të ndalen, të jemi vetëm një. Atëre, e bëjmë Shqiponien. Kosova dhe Shqipëria bashkë. Durime pavarësia. Durime pavarësia. Atëherë shikues nderuar, nuk na mbetet tjetër veç t'ja kërsasim kongës. Fidem Aliu, s'kena prapë për ty. Se, pa pretesë më. Të gjithë me që shokaman, këtu keni ardhe, këtu keni ardhe. Po e martë në naman, o matë miri djale, o matë miri djale. Vanzani aman, moj staliri vete, ju more da svon.
Atër të gjithë miq e shok, të gjithë miq ju që jeni duke na ndjekur, Fidaimi me të vërtet e ndezi atmosferën, por ne do të ikim prap në Gjermani. Na falë, Fidaimi. Jo, s'ka problem. Po e kemi po, sot e kemi biletën pa pare. Shpesh po shkon, qa i ka bëndi atje? Po na dojnë publiku, po na dojnë njerëzit edhe kështu që pa tjetër. Ka ndosh të gjithë. Pa tjetër, faleminderit shumë. Atëre, shikus ndëruar, ju që na keni ndjekur deri më tani. Tani jemi në minutat e fundit të emisionit tonë. Fidaim, faleminderit shumë që ishe me neve sonte, erdhe prej Zvicrës. Respekt. Një mesazh që don me thonë për gjithë ata që na kanë pa, prej teje, kisha pas dëshirë. Absolutikisht. I falenderojmë gjithë ata që na ndjekin. Edhe unë jam falenderues ata që na marrin në para hengje të ndryshme. S'kem gjallë pa ta. Pavarësisht, po. Megjithse më duket edhe meritojmë. Sigurisht, kush na përzell edhe i pëlqejmë. Na jem për atyne që mundohem sa ma mirë mja punu punën pavarësisht ahengjeve, apo koncerteve. Falenderoj pa mos. Respekt. Faleminderit shumë. Shikus nderuar, për fond e lash një mik timin, një mik tuajin, aktorin e mirënjohur Kreshnik Ibrahimin, ose për ndryshe që njefni ju atje në Gjermani e në gjithë diasporën Tigri Deçanit. Prej meje këtu prej studios, miru pafshi javën tjetër. Manë mirë se erdhe në Gjermani. Mirë se erdhe ti, Kreshnik, në emisionin tim. Kënaqem të kënaq. Jo, ti mirë se erdhe te FC Alba këtu në Augsburg, edhe mirë se erdhe në Gjermani. Mirë se erdhe ti në emisionin, a të shka? A bojna mirë se erdhëm. Ani, mas mirë ti, mirë se erdhem në televizionin Dugazini, u knaqëm të u knaq të moni. E ku ko ma mirë se më knaq me dostin tem, që 19 vjetë nuk jena po. Qa ashtu është, kena qenë bashkë partner, kena qenë bashkë punëtur, kena punu bashkë, kena ta po sho, nej se flokti kena mjellë pak. Une jo? Ja. Pasha zotin ju? Ja, po të parodin e fort i vrani atë. Ama vlonë kom qenë. Avnien, dostin tem, e përshëndesim shumë Avnin, Avni Romën. Si që thash ma erët, sonte ka shumë surpriza, e një prej surprizave ma të dashura të mija të sonte, e kam edhe këtë mik timin këtu, me rolin e ti Tigri edhe... Bukljani. Amin, ka zëmë, Tiger edhe Buklan, që bashkë zemër. Po, shire, man, është një farë punë që ashtu se ka rase kur dosh me konë Tiger, edhe ka rase kur dosh me konë Buklan. Apo të bënd t'y lazë ma shumë me konë Tiger a Buklan? Valoj, si dyja që shtu, ku kom ra mikrofon. Ai bre! O, unë jam mësu me po shtetë, bacë. Tash, jam mësu me gjithë mikrofon. Me magnet e ki. Me magnet? Ullë këtu. Me magnet. Qëre, shikus ndëruar, emisioni jonë u knaqëm të knaq, nuk do të thotë më knaq veç në fotelet apo në koltukun e emisionit tim. Por, kjo knaqësia këtu, mi këto boksat, ku do të knojmë sonte na këtu në Augsburg. Tek FC Alba. FC Alba bashkë. Probendi Gonja me valtar, me humorista, me aktor, me gjithë shka sonte, por jam shumë i lumtur që të kom edhe sonte këtu bashkë në emisionin tem, edhe sonte këtu bashkë në koncert. Shumë knasi, mon, shumë faleminderit, unë ndjeva i privilegjum që takova, sinqerisht, për shkak se ne jena miq të vjetër, kena shumë vite që kena punu bashkë. Prej prallës me Prej prallë me Tupan 2006, 2007, 2008 në Kosovë, knasi e madhe, mirë se erdhe dhe herë po ta them ta shpirtrisht, përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. shumë. Gjithë mirat, gjithashtu du të falenderoj edhe Radio Televizionin Dugagjini që ja ka dhënë hapësirë një njeriu që ka vlera, qoftë në muzikë dhe qoftë në artin e Kosovës, sepse ti ke dhënë shumë skenës, bashkë me Probendin, pa dash me harru për njonin prej ekipes, ndjeva knasi që takova, unë të roj edhe njerë mirë se ardhi në komunitetin shqiptar, të në Augsburg kjo ardhë, në një prej shoqatat më të mira që janë në Gjermani, sepse aktiviteti tyne është shumë i madh. Unë për herë të parë kur kam marrë në Gjermani, kam marrë pikërisht tek FC Alba dhe mbështetjen ma ka dhënë FC Alba, kështu që edhe ty ka me të hecë marë, se ja ke nisë te FC Alba, kështu që shumë knasi edhe shumë faleminderit për janës tonë. Faleminderit shumë që sonte u bone pjesë e emisionit, kur e pash posterin, kur e dërgova fotografit, kur e pash posterin
që është probendi gonja edhe ti në këtë koncert, u gëzova shumë, edhe thash ekipës tash, qëra unë do të bëj edhe një emision të FC Alba, por më i lumtur jam që e kam edhe aktorin e madh Kreshnikun tem. Zotit ndero, faleminderit shumë Moni. Unë jam i lidhën. Ka një herë se tash ka dhënë fakt dërheqje. Që t'jo ka dhënë dërheqje tash. Moni, unë jam shumë i lidhën me ty edhe me familjen tonë, sepse edhe Avnin, vllajën tanë, unë e kam shok prej vitesh, jena ofër ku jetojnë, ai jeton në Shpabishmend, unë jam Gëvingen, jena ofër, më kam mbështet, më ka përkra, është një djali jashtëzakonshëm, kështu që u emocionova që takova sonte ty këtu. Edhe u emocionova sigurisht mi pas edhe këta shqiptar të mrekullueshëm këtu, djemë edhe vajza dhe me po këtë organizim të jashtëzakonshëm, siç din me bo FC Alba. Edhe nuk du me të pajarru, sepse këta janë gjithmonë aktiv këtu, du me përshëndet Samien, Megjin, cilët janë gjithmonë shumë aktiv. Shikun të ruar për interes po folë, shikun të ruar. Jo, absolut, jo, për pasha zotës po folë me interes, po janë njerëz të jashtëzakonshëm që gjithmonë i kanë dhonë publikut të Augsburgut, i kanë dhonë shqiptarëve të Augsburgit aktivitetet jashtëzakonshme, siç është edhe ky sonte. S'kam çare këtu, kur filloj kemi falenderuar se më vjen nati. E kam unë një Arsim Sokolin, e kom një mik këtu që nuk kam çare pa përshëndet. E përshëndesim edhe Arsimin. Kështu, shikun të nderuar. S'kam qa me fol, ky foli vet. Kur fol ky, çat folim na mujna me prish. Kështu më mirë, unë po ndana këtu me mikun tim të dashur, vazhdoj me muzikën, vazhdoj me atmosferën sonte, edhe gjithatë mirë. Qa kemi thonë gjithë shqiptarëve që janë të na pa? Gjithë shqiptarëve ju uroj gëzuar festën e pavarësisë Kosovës. Kjo ditë e shenjtë për ne si popull Kosovës. Unë jam djalë dëshmori i ushtrisë lirëtare të Kosovës dhe kjo ditë sa herë vjen më emocionon. Kjo ditë sigurisht ju dedikohet atyre, ju dedikohet gjithë atyre që sakrifikuan jetën që na sot të festojmë edhe të jetojmë të lirë. Unë gjithmonë jam krenar, pse jam kush jam, pse jam djalë i një dëshmorit të ushtrisë lirëtare të Kosovës, ndaj gëzuar gjithë familjeve dëshmorëve, gëzuar gjithë veteranëve, gëzuar invalidëve dhe gëzuar gjithëve atyre që sakrifikuan për këtë ditë. Sonte kur ne po gjerojmë sonte këtu në koncert, kur jemi është data 14 shkurt, por unë e kom qitë një thonje, të festojmë pavarësinë të dashuruar. Sakt. Kështu që kisha dosh si tigri, si më kësha unë një mesazh për u kënaqëm të kënaqë. Prej. Ku do jeni shqiptar, gëzuar ditën e dashuruarve 14 shkurti, edhe gëzuar ditën e pavarësisë të Kosovës, nga unë edhe Moni. Ju dua shumë mëne Albaner, tu nga Augsburgi. Ta posha, e të ma qapi, e të qapi, mënë se pas ka morë molli me të ma. O, tu gëzof shpirti, mo. Tu gëzof zemra jame. Edhe jam, ja. Si në ndëruar, këtu du ta përmendoj emisionin me Kreshnikun bashkë. Miru pafshim, javën tjetër. Faleminderit shumë. Miru pafshim.